sigurisht e kemi prit këtë nga gjykata kushtetuese, një shtyrje për 20 ditë të vendimit, me që bëri kërkesë qeveria dhe kryetaria e kuvendit që të shqyrtohet vendimi apo dekreti i presidentes për të shpërndar kuvendin, sepse neni 82 dhe neni 86 ka një lloj kohezioni që lën shumë hapësirë për të interpretuar apo për të zbatuar si dëshirojnë palët. Në këtë rast e kemi pa shumë mirë se neni 82 ka të bëj me shpërndarjen e kuvendit, edhe atë thuhet nëse kuvendit dështon që për brenda 60 ditësh prej fillimit, domethënë të filloj procedurat, atëherë gjithsesi se nëse ka dështu, atëherë fillon numërimi i ditëve. Por në këtë rast, këtë veprim e ka bërë atë natë kuvendi i Republikës, ta tentuar të futet në këtë nen, ta zbatoj këtë nen, por me vonesë. Fati ka qenë i vonuar, sepse kjo procedurë është dashur të filloj 30 ditë para asoj dite që u morë. Me logjik, nëse do i tekej kuvendit për ta thënë më shkojqur, edhe në datë 5 prill, mund thoshte do i nisim tani procedurat ditën e fundit të mandatit. Pse dua të tek ajo që edhe Vjosa Osmani nuk besoj që i mori koka erë edhe vendosin në një moment. E ka menduar një skenar, një plan BC përveç këtij, domethënë. Po sigurisht, sepse shpërndarja kuvendit lidhet ekskluzivisht me nenin 82. Dhe mu për këtë arsye, themi se këtu ka pak problem se neni 86 ka të bëjë me zgjedhjen e presidentit. Domethënë, shpërndarja ka kompetencë presidentja me dekret që ta shpërndaj kuvendin të neni 82. Derisa presidentja ndoshta ka gabu që e ka përdor dekretin apo nenin 86 kur e ka bërë shpërndarjen, sepse në ramje të lirë do të duhej të shkarkohej apo të pushonte mandati i këtij kuvendi. Pa u futur fare, sepse shumë mirë thuhet në nenin 86 që zgjedhja presidentit Republikës Kosovës duhet bëhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit mandatit presidentit aktual. Dhe kjo nënkupton pa u fut fare kryetaria presidentja me dekret vetin që ta shpërndoj kuvendit. Domethënë në ramje të lirë vetvetiju është dashur që atë natë, s'po të dështohet zgjedhja e presidentit pa marrë parasysh, shkohet në rundin e parë, në rundin e dytë apo në rundin e tretë me 61 vota, në këtë rast ka përfundu mandatit sepse nuk ka pas quorum, edhe në këtë rast pushon së funksionuari kuvendi i Republikës Kosovës. Dhe mu për këtë arsye, gjykata kushtetuese i dha një hapësirë vetës, i ka thonë. 20 ditë ja ka thonë vetës, sepse si duket kushtetuta ka disa mangësi, ka disa zbrasni, apo nuk e rregullon në plotëni gjithçka që mund të ndodhë. Atë papriturat të cilat po i ndodhin Kosovës që një kohë gjatë, edhe unë mendoj që gjykata kushtetuese do të marrë një vendim asnjëjës. As me opozitën, as me vërtet as me pozitën, që po këtë rast po themi lëvizja vetëvendosje që ka bërë ankesën, edhe as me presidentën. Që do të thotë fare do lënë dekretin. Do ta lë të rrjedhë mandati 60 ditë, edhe pasoj do të shkohet në zgjedhje të lira të parakoshme. Një hap, sepse me 31 mars duhet marrin një përgjigje nga gjykata kushtetuese, me 31 mars apo edhe 4 ditë i mbeten presidentes në pozitë,
dhe me njëherë në mënyrë automatike zonja Albulena Haxhiu e merr funksionin ushtruese detyre e presidentes. Dhe qëndron Osmani deri tek zgjedhja e presidentit të ri. Nuk që në mënyrë automatike. Me të pestin i s'ka dënë zonja Vjosa Osmani, me të pest nuk është më në zyre. Të vetëm. Ajo në mënyrë automatike mandati i ka lënë zonjës Albulena Haxhiu. Do kemi një presidente në detyrë që të pres presidentin e ri. Po, do të kemi një presidente në detyrë që është në këtë rast zonja Albulena Haxhiu, e cila më pas do të mundohet që afatin zgjedhor ta çoj dikun atje kur kemi thënë ne korriku edhe gushti. Përveç nëse gjykata kushtetuese e vendos nenin 86 dhe thuhet që por pastaj dihet që 45 ditë prej ditës kur gjykata kushtetuese e merr vendimin. Domthonë prej 31 të parit prej të parit prill mezi maj. Domthonë fillimi gjysma majit. Fundi 30 dhe 45 ditë, domthonë po sigurisht do të shfrytëzohet 45 ditëshi edhe për shkak të përgatitjeve të Komisionit Qendror Zgjedhor, edhe për shkak të buxhetit, edhe për çështje të tjera, sigurisht